Dua të falenderoj Perëndin që kam pas mundësi që të vi sot këtu. Och så vill jag säga det att det är, jag är ganska berörd. Jag blir berörd av att få vara här och lovprisa Gud. Jam shumë i prekur të jem këtu së bashku me ju edhe të adhurojmë Zotin së bashku. Jam vërtet i prekur. Det är alltid gott att prisa Gud i ande och sanning. Është gjithmonë mirë ta lavdërojmë Zotin në frymë dhe në të vërtetë. Och det gör ni. Edhe ju këtë bëni. Det blir man glad över. Edhe jam shumë i lumtur e përjetova vërtet. Fortsätt med det. Kështu që vazhdoni në këtë frymë. Okej. Halleluja. Och när jag skulle förbereda mig hit så är det två olika områden som jag skulle vilja prata om. Kur erdha këtu isha përgatitur që të flisja për dy gjëra me ju. Och det första är vi som kristna, jag som kristen, mitt förhållningssätt till icke-kristna. E para gjë që doja të ndaj me ju është unë si i krishter, si du të kem marrëdhëniet me jo të krishterët. Men innan vi fortsätter så skulle jag vilja att vi ber. Dhe para se të vazhdoj, dua thjesht të lutemi një herë dhe pastaj do të vazhdoj të ndaj. Yes. Får gärna översätta bön. Yes. Ja, okej. Vi ber Herre att alla vi som är här inne nu, Zot, lutemi për gjithë secilin që është këtu sot në mesin tonë, att vi lägger våra tankar under Kristi lydnad som det står i Bibeln. do t'i dorëzojmë mendimet tona nën drejtimin e Zotit Jezus si thuhet në Bibël. Och så ber vi dig helige Ande, du Det- är här Dhe lutemi frymë e shenjtë ti që je këtu në mesin tonë. och vi välkomnar dig att öppna våra hjärtan Ne të mirëpresim ty që të hapësh zemrat tona och så låt de orden som är ifrån dig landa i våra hjärtan. dhe ato fjalë që janë nga ty le të zbresin në zemrat tona. Tack för att vi får tänka, att vi får ifrågasätta, men vi ber Herre att de orden som är ifrån dig ska landa rakt in i varje hjärta. Po Zot, ne mund të mendojmë, ne mund të vendosim edhe pyetje, por vërtet lutemi që ato fjalë që janë nga ty të zbresin drejt për drejt në zemrat tona. Amen. 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 Okej. Så jag skulle vilja berätta, Tomor sa ju att vi har känt varandra i 30 år ungefär. Po Tomori tha që ne njihemi afërsisht 30 vjet e ca. Och då var vi i 20-årsåldern. Atëherë ishim në moshën 20 vjeçare. När jag var 16 år, jag är uppvuxen i en kristen familj. Unë vetë jam rritur në një familje të krishter. När jag var 13 år så bestämde jag mig för att bli kristen. Kur isha 13 vjeç e pranova Zotin Jezus në zemrën time. Jag upplevde Gud, upplevde den helige Ande. E përjetova Perëndin, e përjetova frymën e shenjtë. När jag var 15 år så tyckte jag inte att jag hörde Gud längre. Por kur isha 15 vjeç mendoja që s'po e dëgjoja më Zotin. Så då funderade jag mycket allvarligt på att sluta vara kristen. Dhe atëherë po mendoja ndoshta nga se s'po e dëgjoj Zotin ta lë fare të qenit i krishter. Och så hittade jag ett ställe i Bibeln där det står att den som söker mig med ett ärligt uppriktigt hjärta så säger Gud, ska jag låta den personen få finna mig. Por pastaj lexova në Bibël që thot nëse më kërkoni me gjithë zemrën tuaj, unë do t'ju lejoj thot Perëndia që të më gjeni. Sen följde ett par år när jag var typ mellan 15 och 16 där jag fick smaka på Gud, jag fick lära mig, vi lär oss hela tiden att höra Gud, det blir vi aldrig färdiga med. Po mosha 15-16 vjeç është një kohë kur vërtet fillova ta ngadalë dëgjoja nga Zoti dhe të shijoja nga Zoti, sepse kështu marrim nga ai. Jag fick lära mig mer om Gud. Edhe mësova më shumë e më shumë për Zotin atë kohë. Men jag hade en attityd till mina folk som inte var kristna som jag umgicks med, kompisar. Por kisha një lloj qëndrimi ndaj miqve të mi, njerëzve që nuk besonin tek Zoti, ata që ishin shokë të mi. Det grundar sig i säkert en ärlig och uppriktig längtan att de skulle få möta Gud. Dhe kisha vërtet brenda zemrës sime një qëndrim që ata duhet ta takonin Zotin. Men min attityd var att de var som frälsningsobjekt. Por për mua ata ishin si një objekt shpëtimi, nuk ishin thjesht si njerëz, po i shikoja si objekt shpëtimi. Som Robert var min
en god vän, utan för att han skulle bli frälst. Pra, nëse Roberti do ishte shoku im, unë do të shoqërohesha me të jo sepse ai ishte një shok i mirë, po sepse unë doja që vetëm ai të shpëtohet, për këtë të po shoqërohesha. Och Is it okay if you hold the mic, Yeah, I can hold the Magnus, mic. so that they can hear you? It's on. yeah, I can hold the mic. Yes, okay. Vi ska läsa i Romarbrevet 5 och 8. Do lexojmë tek Romakëve, kapitulli 5, vargu 8. Romakëve, kapitulli 5, vargu 8. Ja, väl We can, jag yeah. hittar inte. Kan du se det? Eller? Yes. Perëndia tregon dashurinë e tij, ndërsa ne ishim armiqtë të tij, ai vdiq për ne. Kjo është, besoj, vargu. Yes. It's on the screen. It's on the screen, Yeah. okej. Så Gud älskar oss medan vi ännu var syndare. Pra Perëndia na deshi ndërsa ne ende ishim mëkatar, thot fjala e Zotit. Så för mig blir det väldigt tydligt att oavsett om en människa inte vill ha med Gud att göra eller inte, Prandaj e kuptova që ne duhet i duam njerëzit pavarësisht nëse ata duan Zotin ose nuk e duan så Zotin, ne älskar duhet i Gud duam. den människan. Sepse edhe Perëndia ashtu i do Står det där? njerëzit. Këtu Han älskar shkruan oss ashtu. medan vi var syndare. Ai na deshi ndërsa ne ishim mëkatar, thot fjala e Zotit. Så då kanske inte, det är Guds attityd till varje människa och vi ska ju försöka efterlikna Gud. Kështu që ky është qëndrimi i Perëndis ndaj njerëzve, edhe ne duhet i ngjasojmë këtij lloj qëndrimi ndaj njerëzve të jo shpëtuar. Så förstå mig rätt nu så det inte blir någon missuppfattning. Vi längtar ju efter att folk som inte är troende Pra ska bli dua që të kristna. më kuptoni mirë, të kuptoni qëllimin tim mirë. Ne dëshirojmë që njerëzit të shpëtohen dhe të pranojnë Jezusin, por qëndrimi ynë duhet të jetë kështu. Men någonstans så umgås vi med människor därför att de är det de är. Och Gud Pra, älskar dem ändå, va? Bra. Han vill ju att alla ska möta honom, men det blir konstig attityd om jag umgås med Robert bara för att han ska bli kristen. Det blir fel. pra, është gabim nëse ne kalojmë kohë me njerëzit vetëm për qëllimin që ata të shpëtohen. Sepse Perëndia nuk i shikon njerëz në këtë mënyrë. Perëndia i do pavarësisht gjendjes së tyre mëkatare. Kështu që nuk dua që të kemi si me dikë dhe qëllimi im të jetë vetëm për shpëtim. Förstår ni ungefär vad jag Po menar? më kuptoni se ku është? Bra. Vill jag berätta, ett par gånger i mitt liv så har jag fått uppleva hur Gud talar till mig i dröm. Alltså, Disa herë në jetën time Perëndia më ka folur përmes ëndrave. jag har kanske haft 4-5 drömmar sen jag var 16 till nu. Që nga mosha 16 vjeç mund të kem pasur 5-6 ëndra që nga e mosh deri tani. Jag ska berätta hela drömmen, en av drömmarna jag hade som Det- handlar om det här. Po, dhe do të ndaj një ëndër që ka të bëjë me temën që po flas. Och det är den sista delen i drömmen som handlar om det här. Men jag ska berätta hela drömmen för att ni ska få ett sammanhang. Po, dhe është pjesa e fundit që tregon për këtë gjë, po do t'ja u shpjegoj pak ëndrën. Som jag sa så har jag varit kristen hela livet. Kështu që ju tregova që afërsisht gjithë jeta ime ka qenë si krishter që nga mosha 13 vjeç. Och i vissa kristna sammanhang som jag har varit när jag växte upp eller genom åren så har man hört att alla längtar till himlen hela tiden. Po, dhe në shumë kisha që kam qenë, se për gjatë jetës time kam qenë në disa kisha të ndryshme, më duket sikur gjithë njerëzit nëpër kisha vetëm duan të shkojnë në qiell. Ky është qëllimi i tyre, duan të shkojnë në qiell. Och jag fattar också att himlen kommer bli en fantastisk plats. Vi kan inte förstå hur bra det är. Po, dhe unë e kuptoj që qielli është një vend shumë i mrekullueshëm, ne nuk e kuptojmë në tokë se sa i mrekullueshëm është ai vend. Men jag har känt mig lite dålig för jag längtar inte till himlen. Por Jag vill unë leva här. Unë ndjesha Jo, pak leva- si keq sepse unë nuk mendoja ashtu, nuk po doja që shkoja në qiell, unë doja të jetoja në tokë, më pëlqente të jetë në tokë. Nuk dua me shku në qiell më një herë. Jag vill komma till himlen såklart. Po, normalisht dua atje të përfundoj, po se kisha atë kërkesën për të shku me një herë atje.
Men jag vill ju leva här nu. Dua të Ha jetoj ett liv. këtu, dua të kem një jetë këtu në tokë. Kjo ishte ideja. Och jag har vetat att det här är egentligen, kan jag säga, alltså religiöst dåliga tankar som försöker trycka ner mig. Dhe ndoshta këto kanë qenë dhe mendime fetare që donin të më ulnin poshtë duke menduar në këtë mënyrë. Men jag har ändå känt så här lite ibland. Brottats fram och tillbaka, känt lite så här. Por e kam ndjerë, domethënë që nuk në një farë mënyrë nuk jam përshtatur shumë mirë me njerëzit. Kam qenë herë majtas herë djathtas në një farë mënyrë. Och så hade jag en dröm då. Dhe pastaj mora këtë ëndrrën. Så såg jag i samhället vi bor i så finns det olika lägenheter, hyreshus i ett område. Në zonën ku ne jetojmë ka disa lloj-lloj apartamentesh që janë aty. Och så helt plötsligt så stod jag mitt inne i en byggnad, flera våningar, 3-4 våningar. E gjeta veten në një godinë që kishte 3-4 kate, isha brenda kësaj Och godine. i drömmen så var det som en korridor så här. Edhe ishte rakt si një igenom korridor I gjatë në byggnaden. këtë. Jag kanske var på andra, tredje våningen. Dhe mund të isha në katin e dytë ose tretë të kësaj godine. Och så kunde jag se in i alla lägenheter och jag kunde se in i de andra husen också att livet pågick. Där var det någon familj med några barn, där var det något par och lite så här. Livet pågick. Dhe kur e shikova këtë godinën, shikoja në të majtën të djathtë hyrje të ndryshme, familje në një hyrje, një çift në hyrjen tjetër. Shikoja njerëz që po jetonin brenda kësaj godine. Och så kunde jag höra en sång som började. Dhe dëgjova pasaj një këngë që filloi aty, Vissa började sjunga på en sång dhe gjithë filluan të këndojnë nga një som jag këngë. inte hade hört innan. Po nuk I kisha Det var dëgjuar këtë jättevacker këngë. sång. Ishte shumë këngë e bukur. Så. Och sen dök det upp som 2-3 meter framför mig. Dhe 2-3 metra afër me mu Kom shfaq det upp ett klot så här, som en liten tennisboll. një top, si një lloj topi doli. Som var jättevacker. Jag kan inte beskriva riktigt. Det var Ishte shumë I bukur. guld, aprikos, turkos. Alltså jag kan inte Kishte beskriva det. ngjyra të Jättevacker var det. jashtëzakonshme, ky Ose- topi, shumë I bukur, nuk e përshkruaj dot diçka e jashtëzakonshme. Så var den framför mig. Må Och afrua. bakom den ett par meter så var det, om ni har sett på film ibland så kan det vara så här tidsportal. Det är som lite fejdat. Aha. Like a portal, time Yes. portal. Po, dhe mrapa kësaj ishte si një portal I kohës, si në për filma ku njerëz mund të hyjnë në kohë, And you can't see through it. dhe mund të But you know, shikosh. it's like water almost, you know. Po, duket si ujë, si në për filma, domethënë këto që futen edhe hyjnë në një botë tjetër. Och så förstod jag att den här sången och den här portalen, om jag gick igenom den, det var en inbjudan att gå till himlen. Dhe kuptova që nëse unë do ta ndiqja këngën dhe do futesha përmes këtij portali, unë do futesha në qiell, do futesha në botën e përtejme. Och då, det här var en uppmuntran till mig själv, för att jag funderade inte, jag har ju brottats då med att jag inte längtar till himlen. Po, domethënë, po për mua kjo ëndër kishte kuptim sepse siç ja u thash, unë nuk I kisha dëshirën për të shkuar në qiell si shumica e të krishterëve, kështu që ishte një luftë brenda meje dhe kur e pash këtë, Men i den stunden så kan man säga att jag fick inbjudan till himlen. Och që mora ftesën për të shkuar në qiell përmes kësaj ëndre. då var inte det viktigaste vad min fru var Pia eller mina barn eller någonting, utan jag bara så här: yes, jag vill till himlen. Så sprang jag också bara hoppade in. Po. Dhe pastaj në atë moment mendova, thash kush është më I rëndësishëm këtu? Atëherë kisha gruan, kisha kalamaj, thash, jo, më e rëndësishme është qielli dhe vrapova edhe u futa në këtë, vrapova me shkuën qiell. Hoppade igenom portalen U futa në këtë portal, och nästa ögonblick så stod jag så här edhe utanför hyreshuset i luften. dhe pjesa tjetër e ëndrës është që tani e shikoj veten jashtë kësaj godine, isha në ajër. Och fattade att det är typ som, jag vet inte om det är min ande eller någonting. Jag såg ut så här typ, men Po, nuk e kuptoja isha në trup apo jashtë trupit, po dukesha një lloj siç dukem tani. var på väg till himlen. Isha në rrugë për në qiell, Och så hörde jag den här sången. e dëgjova këtë zërin, Och så këngës, såg jag ett par som kom ut genom väggen, for ut genom väggen och stod också i luften en bit bort. Jätteglada. Alltså bara harmoniska, glada. dhe
Pas kësaj, ndërsa unë po ngjitesha, e pash një çift tjetër nga e njëjta godinë, që edhe ata po ngjiteshin në njëjtin drejtim me mua, ishin shumë të lumtur, të gëzuar, och sjöng på den här sången. edhe po e këndonin Som këtë jag këngën kunde förstå. hyjnore që po e kuptoja nga ishte. Ja. Och sen så helt plötsligt så kom det ut en man också och kom ut här i luften då. Vi står ju här i luften då. Pastaj e pash edhe një burr tjetër që u ngrit, edhe ai erdhi në ajër, siç u ngritëm ne, edhe ai u ngrit, ishte një burr i vetëm. Och då blev jag, då alltså i drömmen så hörde jag mig själv bara säga så här: oj, ska han också till himlen? Po, dhe pastaj në ëndër, kur e pash të burrin, bëra kështu, tha, wow, pse dhe ky pas ka me hyrë në qiell? Kjo ishte. Och det var inget anklagande eller nedvärderande mot den personen. Pra nuk isha ndonjë akuzë ndaj tij ose përçmim ndaj tij, Men jag var väldigt förvånad, alltså uppriktigt förvånad och por isha shumë i befasuar trodde inte att han skulle till himlen. dhe nuk Alltså, mund ta besoja që ai njeri mund të arrinte qiellin. och sen så hörde jag en röst. Jag hörde inte rösten fysiskt, det var i drömmen. Po, dhe dëgjova një zë, nuk ishte një zë fizik, është një zë në ëndër që mund ta dëgjosh. Och i drömmen så var min känsla att det var som Guds röst. Eller det var full av auktoritet. Ishte një zë që besoj ishte hela luften. zëri perëndis, ishte plot me autoritet dhe e mbushi gjithë hapësirën. Den var absolut. Det var liksom inget att ifrågasätta. Pra nuk mund ta vëje në pyetje këtë zë, ishte plot me dashuri, domethënë plot pushtet. Och så säger rösten så här: Zëri tha, vem som kommer till himlen är mellan mig och varje hjärta. dhe zëri më tha, kushdo që vjen në qiell, është midis me, kjo është puna midis me dhe atij personi, nuk është puna e juve në një farë mënyre. Është midis me dhe atij personi, kushdo që vjen në qiell. Så våran attityd till de som inte ännu har fått möta Jesus. Kështu që qëndrimi ynë ndaj atyre njerëzve që ende nuk e kanë takuar Jezusin, Så är det Gud säger om oss. Han älskar oss medan vi ännu var syndare. është ai i njëjti siç Bibla na thotë, që Perëndia na deshi ne ndërsa ne ishim ende mëkatar. Och grundat på den här drömmen då, Dhe baza e kësaj ëndre, så vet vi inte riktigt vad som pågår mellan en persons hjärta och Gud själv. Och det är bara Gud som vet vem som kommer komma till himlen. Vi kan se om en människa har ett kristet liv och frukt. po ne mund ta shohim një person që ka jetë të krishter ose ka fryte të krishtera, por në fakt thellë është marrëdhënia personale e atij personi me Perëndin dhe zemrës e atij personi me zemrën e Perëndisë që vendos kush do shkojë në qiell. Men det är inte vi som avgör. Ne nuk vendosim për këtë. Kjo është puna e Zotit. Så jag tror så här att vår inställning och kanske bön också, vi får be den helige Ande hjälpa oss. Ne duhet i lutemi Perëndisë Frymës së Shenjtë që na ndihmoj për qëndrimin që kemi ndaj jo besimtarëve. Det är att vi lever i livet Se ne jetojmë jetën tonë, där vi är, aty ku ndodhemi, och så får man be Gud att idag får du leda mig. Vill du att jag ska göra någonting för någon? Får du en tanke eller upplever att du ska göra det? Och så försöker vi vara lydiga och göra det. pra ne përpiqemi të jemi të bindur ndaj Perëndisë, çdo ditë i lutemi Zotit dhe nëse Zoti na jep një mendim, një dëshirë për të bërë diçka ndaj dikujt, ne e bëjmë atë në bindje ndaj asaj çfarë Zoti na thotë ne personalisht. Och många gånger kan det vara små saker och ibland så kan det vara större saker. Shpeshherë janë në fakt gjëra të vogla që Zoti na thotë, nganjëherë mund të jetë diçka e madhe, por shpeshherë janë gjëra të vogla që Zoti na thotë i bëjmë për tjerët. Och sen står det i Bibeln att det är den helige Ande som överbevisar mig om att jag behöver Jesus, att jag behöver. Dhe Bibla na thotë shumë qartë që është Fryma e Shenjtë ai që na bind neve dhe i bind të tjerët që ne kemi nevojë për Jezu Krishtin. Nuk është diçka ose dikush tjetër.
Så det var första delen, Kjo ishte pjesa e parë që doja ta ndaja. våran attityd Është qëndrimi ynë till ndaj icke-troende. ata që nuk besojnë tek Zoti, qëndrimi i zemrës sonë. Okej. Nästa del så tänkte jag prata lite om att höra Guds röst Pjesa e dytë që doja të ndaja ka të bëjë me dëgjimin e zërit të Zotit. Si ta dëgjojmë zërin e Zotit. och det profetiska. Dhe Profetiska tilltal och känslor. dhuntia e profecisë dhe frymëzimi profetik, si vjen. Då ska vi se här. Jag har gjort såna här screenshots. Jag skulle slippa bläddra en massa här. Vi ska börja här. Ja. Gud kommunicerar till oss på olika sätt. Perëndia komunikon me ne në mënyra të ndryshme. Och Bibeln säger att Gud talar till alla människor genom skapelsen. Biblia gjithashtu thotë që Perëndia u flet njerëzve përmes krijimit. Just nu så tycker ju vi att vi ser det väldigt fint i Albanien. Dhe ne, për shkak se jemi për herë të parë në Shqipëri, e shikojmë në mënyrë se si Perëndia ju flet juve se keni një vend shumë të Fantastiskt bukur. vackert. Është fantastik. Shqipëria që ka vend fantastik. Ni bor i ett vackert land. Ju jetoni në një vend shumë të bukur. E ka pa vetëm Tiranën, imagjino kur ishe vend tjera. You've seen only Tirana. Imagine when you see other things. Yeah. So it says in Psalm 19:2, Psalmi 19, vargu 2. Psalmi 19, vargu 2. himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Qielli tregon qielli tregon lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Det kommer bli lite så här, ganska många bibelord här olika ställen, så jag kör på här lite Po, grann. do të përmend disa vargje biblike dhe do t'i ndjekim një pas një. Sen säger Bibeln att han talar genom vårt samvete i Romarbrevet 2, 14 och 15. Perëndia gjithashtu i flet zemrave tona përmes ndërgjegjes. Kjo është Romakët, kapitulli 2, vargu 14 dhe 15. För när hedningarna som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, trots att det saknar lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Pra në fakt, thot, kur jo hebrejnë që s'kan ligjin, nga natyra bëjnë punë të ligjit, ata megjithse s'kan ligjin, janë ligj për vetveten. Dhe vargu tjetër, pastaj thot, këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre, për dëshminë që u jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose akuzojnë njëri tjetrin. Fick du med det också? Yes. Och det vittnar också att deras samvete tankar sinsemellan klagar och till Po, och do med të thonë, është försvarar dem. dëshmia e ndërgjegjes. Perëndia na flet edhe përmes dëshmisë së ndërgjegjes sonë. Sen i Apostlagärningarna 14 och 7 så står det att genom Guds ständiga omsorg om oss. Dhe kemi edhe tek Veprat e Apostujve 14, vargu 17, është Perëndia na flet përmes mëshirës së tij të vazhdueshme për ne, pra ai është i mëshirshëm ndaj nesh dhe kjo është mënyra se si ne e dëgjojmë atë kur përjetojmë mëshirën e Zotit. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger regn från himlen och skördetid och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Pra, Veprat e Apostujve 14:17 thot Perëndia nuk e la veten e vet pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira prej qiellit, stinë të frytshme, duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Pra kjo tregon mirësinë e Zotit dhe për mirësia e Zotit dëshmon për vetë Perëndin. Så i Gamla testamentet och Nya testamentet Te Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re, så ser vi hur Gud talar till oss, sina barn, på olika sätt. shikojmë se si Perëndia i ka folur fëmijëve të tij në mënyra të ndryshme. Han gör det i drömmar och visioner. Perëndia gjithashtu flet përmes ëndrave, Perëndia flet përmes vizioneve, Inre förnimmelser. Perëndia flet edhe përmes përshtypjeve të brendshme.
Han låter änglar besöka Nga njëherë lejon që dhe människor. engjujt të vizitojnë njerëzit. Pra, kjo është një mënyrë si Perëndia flet po ashtu. Tungotal och uttydning. Nëse flasim në gjuhë të reja dhe kemi interpretimin e gjuhës të reja, kjo është një mënyrë se si Perëndia flet, Visdomens ord. me fjalë urtësie, Kunskapens ord. fjalë njohurie, Gåvan att skilja mellan andar. përmes dhuntisë së dallimit të frymrave, I predikan. përmes predikimit, I undervisning. përmes mësimit, I vittnesbörd. përmes dëshmisë së tjerëve, I profetia. përmes fjalëve profetike, Omständigheter kan vittna përmes om Gud. situatave nga njëherë Perëndia e përdor situatat për na folur ne, Och så till och med personliga uppenbarelser. dhe përmes zbulesave personale që njerëzit i marrin kur kalojnë kohë me Zotin. Och även sen Jesus får upp till Fadern i himlen så så sker det såna här olika alltså övernaturliga uppenbarelser liksom. Att Bra, Gud kommer edhe och talar och Po, edhe që nga koha kur Jezusi u ngrit në qiell dhe është ulur në anën e djathtë të Atit, prap ka pas zbulesat vet Jezusit se si ajo shfaqur njerëzve kudo në botë. och några som nämns är Stefanos, Filippos, Ananias, Cornelius, Agabos, Judas och Silas. Filippos, en evangelist som hade 4 döttrar. De fick både änglabesök, drömmar, visioner. Pra këto janë njerëzit në Bibël, Stefani, Filipi, Anania, Korneli, Agabus, Sila, Filipi dhe 4 vajzat e tij që kanë pas vizita e engjujsh, kanë pas ëndra, kanë pas vizione, fjalë profetike, pra e shohim të veprat e apostëve janë këto. Këto janë shembuj se si Zoti ju ka folur njerëzve. Jag tänkte bara visa några exempel här, till exempel i Apostlagärningarna 7, 54-60. Te veprat e apostëve kapitulli 7, vargu 54 deri në vargun 60, veprat e apostëve 7, vargu 54 deri Det në handlar om att 60. Stefanus stenas. De dödade Është honom. në kohën kur Stefani në fakt u gurzua dhe ishte duke një farë mënyrë duke u vrarë nga hebrejt. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanos. Kur dëgjuan këto fjalë, ata theshin në zemër të tyre dhe kërcëllonin dhëmër kundër tij. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet. I mbushur me frymën e shenjtë, i nguli syt nga qielli, e pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin që rinte në këmbë në djathtën e Perëndisë. Just det, och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa det, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Dhe ai tha, shikoj qiellin e hapur dhe birin e njeriu që rri në këmbë në të djathtën e Perëndisë. Du kan läsa vidare. Po, dhe ata duke lëshuar britma të forta i zum veshët dhe gjithë tokë u sulën mbi të. Dhe si e nxorën jashtë qytetit e vranë me gur, dëshmitarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Kështu e vranë me gur Stefanin që i thriste Jezusit dhe thoshte: O Zoti Jezus, pranoje frymën time. Atëherë ra në gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë: O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Dhe si tha këtë, fjeti. Okej, till 58 där. Ja. Ja. Och sen så ser vi Filippos, han möter en etiopisk hovman och det är Apostlagärningarna 8. Te veprat e apostëve kapitulli 8, nga vargu 26 deri në 40, shikojmë Filipin që takon atë eunukun Etiopas. 26 och 40 och då kommer en ängel och säger till Filippos. Pra është një engjëll që i thot Filipit, shko, arije karrocën dhe foli personit aty. Stå upp och så gå ut midt på dagen längs vägen som går till Jerusalem mot Gaza. Qau dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Och sen så står det, den ligger öde, Filippos reste sig och gick. Dhe ky Filipi u ngrit dhe u nis dhe shkoi, takoi këtë Etiopasin e unukun. Och sen så kommer den här
tjänstemannen då från Etiopien. Po, dhe ky zyrtar I lartë I Etiopisë takohet me Filipin. Och då så står det att anden säger till Filippus att gå fram till vagnen. Po, dhe pra këtu e shikojmë se si fryma e Zotit I flet Filipit shko dhe takoje këtë person. Och sen så frågar den här etiopiska mannen, han sitter och läser Jesaja men förstår inte. Pra është duke lexuar librin e Isaias, ky njeriu dhe nuk e kupton, dhe pastaj Filipi ja shpjegon. Och så får Filippus gå in och berätta och sen så Po, dhe flet Filipi bashkë me të dhe pastaj e shohim se si ai shpëtohet. Alltså den. Ja, det slutar I alla fall med att när de är färdiga där så går Filippus ut ur vagnen och sen står det att anden ryckte iväg honom. Po, dhe e dim që pasi që mbaroi kjo koha e ungjillizimit, Filipi rëmbehet nga fryma nga I vend dhe largohet nga I vend dhe shkon një vend tjetër. Och så kom han till Ashdod och sen gick han runt där och berättade. Pra shkon një vend tjetër, Ashdod, dhe nga aty pastaj vazhdon dhe predikon ungjillin Filipi. Ja. Och sen så har vi I Apostlagärningarna 10, 3 och 8. Te veprat e apostujve kapitulli 10, vargu 3 deri në 8, është Korneli, historia e Kornelit. Och då visar Gud honom att han ska sända specifikt några män till Joppe och de ska gå och söka efter en viss person som heter Simon som kallas Petrus och som är gäst hos garvaren, alltså det är väl någon form av arbete, Yes. hantverk Simon, Yes. vid ett hus vid havet. Yes. Po, dhe kjo është historia e Kornelit, I cili përmes një engjulli udhëzohet që të çojë njerëz në Jopa dhe atje do të kërkojnë për Pietrin, I cili po qëndronte te shtëpia e një rregës të lëkurëve, dhe normalisht gjithë në mënyrë të detajuar engjulli e udhëzon Kornelin se këtë kërkoj, ku ta kërkoj, me kë po qëndron, çdo gjë në detaje. Dhe kjo është një mënyrë si Zoti flet. Så det är bara olika exempel på hur Gud talar till människor. Këto janë disa shembuj se si Perëndia u flet njerëzve në Bibël. Det står I Apostlagärningarna 11:28 så står det att en profet Agabus kom och förutsade att det skulle bli en svår svält. Të flitet për Agabusin, kapitulli 11 I Veprat e Apostujve, se si ky njeri profetizoi për një zi buke që do vinte mbi bar botën. Thjesht Zoti foli që do vinte kjo gjë, ishte një zbulesë apo jo. Och då gjorde det att de kristna där hjälptes åt för att försöka samla in pengar och hjälpa sina vänner där det blev svält. Po, dhe pastaj e shikojmë se si për shkak të kësaj profecie, disa të krishterë mlodhen ndihma për t'i çuar ato ndihma tek të krishterët e tjerë që ishin të varfër dhe kjo zi e buke do I prekte. Och I Apostlagärningarna 21, 10 och 11 Te veprat 21, vargu 10 dhe 11, så är det en profet, jag tror det är Agabus också, som kommer och berättar. Han kommer till församlingen, binder sig själv och visar på, och så säger han tar Petrus bälte, tror jag det är. Är det så? It was Paul's, yeah. Thank you. Po, edhe është rasti I këtij profetit Agabo, I cili vjen dhe I bashkohet grupit ku pali ishte dhe merr atë ripin e palit edhe I lidh duart dhe thotë kështu do lidhet njeriu që e ndjek Zotin. E kishte fjalën për palin që do kapej dhe do të burgosej nga ushtarët romak. Pra kjo është një profeci tjetër e saktë që tregon si flet Perëndia. I kapitel 15 och 32 så står det att Judas och Silas som var profeter, de kom också till ett ställe och sen så
så pratar de mycket uppmuntrande ord. Dhe kapitulli 15 vargu 32 flitet për Judën dhe Silën, këta ishin profet në atë kohë të kisha e hershme, dhe thuhet që ata inkurajuan kishën me shumë fjalë. Domethënë me shumë fjalë, po i nxitën vëllezërit dhe i forcuan. Këta ishin profet. Pra është mënyra se si dhuntia e profecisë funksionon, ajo mund të inkurajojë kishën dhe e forcon kishën. Så, och i kapitel 21 står det också att Filippos 4 döttrar, han hade 4 döttrar som profeterade. Står Dhe det, kapitulli till exempel. 21 të Veprat e Apostujve, 21 vargu 9, flet që Filipi ungjilltari i kishte 4 vajza dhe ato të katra profetizonin. Pra tregon për dhuntinë e profecisë që funksiononte në këtë familje. Så Bibeln lär oss att förvänta oss Guds tilltal på många olika sätt. Pra Biblia na tregon për shumë raste ku Perëndia flet dhe flet në mënyra të ndryshme. Och i Lukas så finns det 2 bibelställen där vi liksom att Gud uppmanar oss att förvänta oss att uppenbarelse genom den helige ande. Tek Luka, kapitulli Lukas 12, 12, 11, 12. vargu 11 deri në 12, Perëndia na inkurajon që t'i besojmë atij për zbulesa të ndryshme. Så, och där står det ju att när vi ställs till svars någonstans, så står det till och med där vi Lukas 21, 14 och 15, så står det förbered inte några tal, utan i den stunden så kommer jag låta den helige ande lägga orden i eran mun. Så att ni säger Po, rätt nëse saker. lexojmë me kujdes këtë pasazh thot kështu. Kur do t'ju çojnë përpara sinagogave, Jezusi thot për discepët e tij, kur t'ju çojnë përpara sinagogave, gjykatësve, autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për të mbrojtur, ose për çfarë do t'ju duhet të thoni. Sepse thot, fryma e shenjtë në po atë moment do t'ju mësoj se ç'duhet të thoni. Pra, fryma e Zotit do flas përmes nesh fjalën e Zotit dhe nuk ka nevojë në farë mënyrë që ne para përgatitim ose të mendojmë shumë çfarë do flasim, por vetë fryma e Zotit do të flasë përmes nesh situata. Så vi kan förvänta oss att Gud vill leda oss på olika övernaturliga sätt och tala till oss. Kështu që neve duhet jemi vazhdimisht në pritje që Perëndia do të na flasë në gjitha këto mënyra që i pam dhe gjitha mënyra si flet në Bibël, ne duhet jemi në pritje që Perëndia mund na përdorë në të njëjtën mënyrë. Sen så finns det ju lite bibliska riktlinjer som hjälper oss att liksom förhålla oss till olika uppenbarelser eller profetiska tilltal. Normalisht Biblia ka dhe udhëzime të tjera që na tregojnë se cilat fjalë mund të jenë nga Zoti dhe cilat nuk janë, që të jemi brenda udhëzimit të Perëndisë dhe të mos rrëshqasim. Så jag har några stycken här. Så det första är att personliga tilltal ska förhärliga Guds ord och Jesus Kristus. Po, ato fjalë, një nga këshillat është që çdo fjalë që vjen nga Zoti duhet të lartësoj fjalën e Zotit dhe duhet të jap lavdi Perëndisë. Fjala profetike, duhet të lartësoj fjalën e Zotit dhe duhet të jap lavdi Perëndisë ajo fjalë profetike. Så den helige andes främsta uppgift, det är ju att förhärliga sonen, förhärliga Jesus. Po, detyra e parë e frymës së shenjtë është që ta përlëvdoj birin, Jezusin. Kjo është detyra e tij. Och därför så om någon, alltså profetia, drömmar, visioner, Pra profecit, ëndrat, vizionet, nëse i shohim, nëse i marrim, olika tilltal, då ska det ju förhärliga Jesus dhe fjalë profetike, këto gjëra duhet ta lartësojnë Jezusin. på ett eller Då- annat sätt. Në një mënyrë ose tjetër, ato patjetër duhet ta lartësojnë Jezusin. Gör det inte det, så kanske det är lite... Nëse nuk e lartësojnë Jezusin, atëherë mund të konsiderohen edhe të dyshimta, a janë apo s'janë nga Perëndia. Och sen så ska det underordnas Bibeln. Dhe çdo fjalë profetike duhet i nënshtrohet Biblës. Kommer jag profetera någonting och säga någonting över Robert som är helt obibliskt, då får du pröva det och säga tack. Men det...
Po, Det var nëse inte unë, rätt. le të themi, nëse unë do profetizoja diçka mbi Bertin, edhe është plotësisht jo biblike, atëherë është e drejta e Bertit që të thotë faleminderit që u lutet, po kjo është komplet jashtë edhe nuk e pranoj. Sen så står det att om någon har ett ord så ska den människan ha en sund karaktär och böja sig under Kristi herravälde. Alltså, det står i Matteus 7, 15 och 20. Vi kan läsa det. Mateo 7, vargu 15 deri tek 20, do thot ka të bëjë që edhe njeriu që profetizon duhet i nënshtrohet fjalës Zotit. Personi që e ka këtë dhunti duhet i nënshtrohet fjalës dhe ruhuni nga profetë rem, të cilët vinë të ju duke u shtënë si dele, por për brenda janë ujqër grabiqar. Pra, ajo çfarë Magnusi po thotë që karakteri personit që profetizon duhet i përshtatet karakterit Perëndis, që të jetë në përputhje me fjalën. Jag tror inte att det betyder, för ingen av, vi är ju alla syndare och vi är frälsta av nåd, så det betyder inte att man måste vara perfekt för att nuk po them që förmedla något för Gud. Nuk po them që profeti duhet jetë i përsosur, se ne gjithë kemi një të shkuar mëkatare dhe gjithë jemi shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra nuk po them që profeti duhet jetë i përsosur. För då behöver ingen av oss försöka. Sepse atë nëse është ky kushti, atëherë as mos përpiqemi që të profetizojmë se se plotsojnë këtë përsosmëri. Så va. Men det handlar nog mycket om att det kan finnas personer som man till exempel, jag kommer hit och menar att jag har ett ord till er eller någonting, men så är jag inte intresserad av att underordna mig ordningen i kyrkan till exempel. Për shembull, mund të vi një person ose edhe unë vet, mund të vi këtu dhe them, hey, un kam një fjalë për kishën këtu, por unë si person nuk i nënshtrohem drejtuesve të kësaj kishës dhe punës që Zoti po bën në këtë kishë, atëherë kjo është thjesht me qëndrim të gabuar kur profetizon. Och vill en person profetera någonting eller dela någonting eller något man vill ha, så får man vara villig också att få det man ska säga prövat. Dhe nëse kushdo prej nesh dëshiron të profetizoj, atëherë automatikisht ne duhet t'i nënshtrohemi edhe testimit të asaj profecie që japim. Ajo duhet të shqyrtohet nga të tjerët që e dëgjojnë atë. Pra është e pa diskutueshme që duhet të provohet çdo profeci me fjalën. Och ska man lämna något ord eller något tilltal eller något, så bör det förmedlas i en anda av kärlek. Dhe nëse kemi një fjalë nga Zoti për dikë tjetër, duhet gjithmonë t'ja japim në frymën e dashurisë. Kjo është se si rrjedh profecia, në frymën e dashurisë. Även om det kan vara så, ibland visar ju Gud saker, alltså Tomor kanske visar för mig, eller Gud säger till Tomor, Magnus lever i den här synden, han behöver omvända sig, se till honom det, till exempel. Po, për shembull, Perëndia mund t'i flas Tomorit për Magnusin që Magnus ti po jeton një jetë në mëkat edhe duhet pendohesh. Po dhe kjo duhet bërë në dashuri. Så även då så ska Tomor ändå göra det i kärlek. Pra Tomori, nëse ka këtë lloj fjale, duhet ta thot me dashuri. Det handlar ju om vår attityd, lite som det här hur vi ska förhålla oss till Po, icke-troende. sepse ka shumë të bëjë me qëndrimin e zemrës. Siç ja përmenda në fillim, si duhet të jetë qëndrimi ynë ndaj jo besimtarëve. Po edhe në profeci ka rëndësi qëndrimi i zemrës. Och en riktlinje kan vara att om någon skulle få ett tilltal till någon som är kanske då lite negativt eller känsligt eller generande. Nëse i keni marrë një fjalë për dikë që është ndoshta negativ, është tepër i ndjeshëm edhe i merr keq gjërat, Så ska man inte dela det offentligt så här. atëherë asnjëherë mos e ndani atë fjalë profetike në publik. Po merrni personin dhe foni veç as me të. Mos e bëni kështu publike. Se i vendosni pozitë njerëz. Ibland kanske det kan vara tillfällen där man gör det ändå, men då ska man ha pratat. Då ska till exempel, vi tar mig och Tomor här, han har ett tilltal till mig som kan vara generande negativt för mig. Då ska han ta det enskilt med mig först. Sen kanske det är så här att av någon anledning kanske inte jag vill omvända mig eller alltså du vet, att det kan av någon anledning hamna att det måste tas i församlingen.
Men då ska man alltid ha tagit det enskilt först. Po, edhe nëse është një fjalë korrigjuese, profetike, që Zoti t'jep për një person në kishë, e para që është i ndjeshëm ose është edhe në mëkat duke ecur, së pari duhet të shkosh të flasësh me atë person personalisht. Dhe nëse ai person nuk e pranon, atëherë duhet të flisni me drejtuesit e kishës për atë zbulesë që keni marrë për atë person, po jo në publik me ul personin, me një fjalë korrigjuese nga Perëndia. Och man ska inte använda en profetia för att fastställa en lära eller en tillämpning av den. Po, nuk duhet përdor profecia për të vendosur një lloj doktrine në kishë ose mënyrën se si aplikojmë një doktrinë në kishë, nuk mund të përdorim profecinë për këtë. Skulle det ändå ske så måste det finnas klart bibliskt stöd i Bibeln alltså. Nëse dikush përpiqet që profecinë e tij ta bëjë në këtë mënyrë, patjetër duhet të përdor vargje biblike dhe doktrinën biblike për të mbështetur profecinë pastaj. Och ingen ska fatta viktiga beslut som enbart grundar sig på profetiska ord. Asnjë prej nesh nuk duhet të marrë vendime jetësore bazuar vetëm tek fjala profetike. Asnjë prej nesh nuk duhet të marrë vendime jetësore bazuar vetëm tek fjala profetike. Så personliga profetiska ord Kur kemi fjalë profetike për një person, säger ju Bibeln säger att vi ska pröva allt profetiskt tilltal. Bibla thot, provoni çdo të folur profetike, duhet provuar patjetër. Och så Testuar. behålla det som är gott. Dhe të mbajmë vetëm ato që janë gjëra të mira, që besojmë që janë nga Zoti. Och då säger ju Bibeln att Bibeln säger inte, vi säger så här att jag vill dela ett profet. Jag får ett tilltal eller en tanke jag tror är från Gud. Unë për shembull marr një fjalë që besoj është nga Zoti, Så vill jag dela den dhe pastaj dua ta ndaj atë, och då ska jag göra det men under ordnade former. por du ta bëj atë me një lloj rregulli. Men det är inte jag som får tilltalet som ska pröva det. Por Utan det är du som får höra det som ska pröva det. Po, dhe tani, më dëgjoni me kujdes. Kur unë jap një profeci, nuk jam unë ai që do ta provoj ose testoj fjalën profetike, po je ti që po e dëgjon. Ti e ke për detyrë këtë, jo unë. Unë besoj që po ta jap fjalën e Zotit, po pastaj ti du ta provosh vetë, du të lutesh dhe të kërkosh që ta testosh nëse kjo është nga Zoti ose jo. Och det här är min egen tanke. Det är att det gör ju att då får man ju en miljö där det är okej. Det är okej att om jag tror att Gud säger någonting så kan jag säga det. För jag måste inte ha hört Gud 100%. Förstår ni? I'm trying to understand myself. Okay. But what you're saying is that you create an atmosphere where the person is free to prophesy because he doesn't need to judge everything he says. Yeah. Ja, do të thënë po, sepse në këtë mënyrë ne krijojmë një atmosferë ku personi që po beson që po merr një fjalë nga Zoti është i lirë për ta thënë. Po jo tërkohën të mendoj tani a është kjo prej Zotit, a është e smundshme me profecizu kur. Kështu që ti i thua njerëzve që aty po beson që është nga Zoti dhe ai tjetri ka për detyrë me gjyku ata. Po përndryshe nuk mund asnjëherë kërkush me profetizu. Kështu i bie. Because otherwise no one can prophesy if you always have to judge what's coming out of your mouth. Yeah. The other person has to judge it. Exactly. So Yeah. that creates det blir en miljö, An atmosphere. en atmosphere that we can freely prophesy. Po, do të thonë kjo krijon, po, Some orders. order. Po, gjithmonë profecia bëhet në një rregull të caktuar, por atmosfera e lirisë duhet të jetë aty që njerëzit të jenë të lirë të ndajnë atë çfarë besojnë se është nga Zoti. Sen om någon får ett tilltal om framtiden, Nëse dikush merr një fjalë profetike për të ardhmen, händelser, det kan ju vara personliga tilltal till någon eller det kan ju vara för en pra mund të jetë një vad som fjalë helst. profetike për një grup njerëzish, mund të jetë një fjalë profetike personale për të ardhmen e dikujt. Om det är Gud som har talat, Nëse Zoti ka folë në atë profeci, då kommer det ju att ske. atëherë ajo do të ndodhi, ajo gjë që është profetizuar. Har inte Gud talat Nëse Zoti nuk ka folur,
så kommer det inte ske. atëherë nuk do të ndodhi ajo gjë. Så vissa sådana här tilltalord, det får vi ju, vad heter det får tiden utvisa. Dhe nga një herë në një fjalë profetike vetëm koha mund ta tregojë nëse ajo është vërtet nga Zoti ose nuk është nga Zoti. Och sen säger Bibeln också att antingen är det ju att det var inte Gud som talade. Om jag sa någonting om dig till exempel som ska hända i framtiden och det inte sker, då kan det ju vara att det var inte Gud som talade, det var bara mina egna ord. Po, në rast se profecia nuk përmbushet për të ardhmen e një personi, atëherë gjasat janë që ky person nuk e ka dëgjuar saktësisht Zotin dhe ajo fjalë nuk ka qenë nga Perëndia. Eller så säger Bibeln att det kan vara outtalade villkor. Alltså, vi har ju en fri vilja. Så även... Vi tar exempel, det här med Tomor när vi träffades för 30 år sedan. Po, le të marrim shembullin rastin e Tomorit 30 vjet më parë. Och vi satt i den här lilla stugan mitt på landet. Dhe ishim bashk, po ndanim një shtëpi së bashku në mes të natyrës suedeze, si janë shtëpitë larg njëra tjetrës, edhe ishim duke qëndruar bashkë në atë shtëpi. Och så fick jag en tanke. Det var inget dramatiskt, det var bara en enkel tanke att du kommer jag upplever att du kommer få åka tillbaka till Albanien och bli pastor. Po, dhe fjala që ishte që ti do të jesh pastor dhe ti do shkosh në Shqipëri. Domethënë këtë fjalë ma tha mua 30 ca vite më parë. Jag vet inte vad du kände. Nuk e di po thotë çka ke ndjetë ti, por unë thjesht këtë mendim pata. Men jag tror det tog väl 3, 4, 5 år innan det hände i verkligheten. Ja, it took 2 years. Po, dhe u deshën 2 ose 3 vjet, po thot, kur u realizua kjo, po, mas 2 vitesh që ai profetizoi, unë erdha në Shqipëri. Så det visade ju att då var den tanken från Gud som Kështu që kjo tregon që kjo fjalë ka qenë nga Perëndia, sepse është realizuar. Men det kan ju också vara så här att eftersom man har det här är lite min egen tanke här nu, att man har en fri vilja. Vi har alla en fri vilja. Por këto janë edhe mendimet e mia, ndërsa po ndaj me ju, sepse çdo person ka edhe vullnetin e tij të lirë. Så Tomor kunde ju ha bestämt själv. Jag tänker inte åka till Albanien och bli pastor. Kështu që nëse Magnus I profetizon këtë gjë, Tomori mund të vendosë edhe vetë, jo, nuk dua të bëhem pastor, edhe se kam ndërmend me shku në Shqipëri. Pra këtu është edhe vullneti njerëzor në pyetje, nuk është vetëm fjala profetike dhe bum bëhet ashtu. Po është edhe vullneti njerëzor ose dëshira e zemrës tënde, a do t'i bindesh apo jo? Så jag tror att det är så att vissa saker är som där vi får förmedla saker så Gud säger att om jag fortsätter att söka honom, om jag fortsätter att gå med Gud, så kommer det här och det här och det här hända. Dhe unë mendoj që shpeshherë kur Zoti na flet, është edhe kjo pjesa tjetër. Nëse unë vazhdoj ta ndjek Zotin, nëse unë vazhdoj ta kërkoj Zotin, atëherë ajo gjë profetike do të më ndjekë edhe mua, unë do ta përmbush fjalën e profecisë. Nëse unë I bindem në vazhdimsi Perëndis, atëherë ajo do të përmbushet. Så även om Gud talar till dig om saker I framtiden. Pra edhe nëse Zoti ju flet juve diçka për të ardhmen tuaj, han kanske vill använda dig på ett speciellt sätt. Ndoshta ai do të përdorë në një mënyrë të veçantë. Så kommer ju inte det kommer ju inte bara oavsett hur du beter dig så kommer ju inte det inträffa. Pra nuk është kështu që pavarësisht sjelljes tënde do të ndodhi ajo gjë. Jo, varet gjithashtu edhe bashkëpunimi yt, domethënë. Men om du väljer att fortsätta gå med Gud Po och nëse be ti Gud leda vendos, dig. nëse ti vendos ta ndjekësh Zotin, Ja, och vi omvänder oss dhe liksom och så vidare vazhdimisht så. kthehemi, largojmë mendimet e këqija ose rrugët e këqija dhe vazhdojmë rrugën e Zotit, atëherë profecia do të përmbushet në kohën e vet. Då kommer det inträffa. Kështu që kështu të ndodh profecia, do përmbushet. Okej. Sen så vem kan profetera då? Edhe ajo pyetja, atëherë kush mund profetizoj?
Om vi läser i Apostlagärningarna, det kan vi läsa. Te på Veprat e tavlan. Apostujve, kapitulli 2, vargu 17 dhe 18. Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargu 17 dhe 18. Dhe në ditë e fundit do ndodh, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinj tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Så det är till för oss alla. Pra, Alla kan të profetera. profetizosh, kjo është për të gjithë në trupin e Krishtit, gjithë mund të profetizojnë në trupin e Krishtit. Om man vill det och längtar efter det så får man be till Gud. Nëse do të dëshironi të profetizoni dhe keni dëshirë të përdoreni në këtë mënyrë, duhet i luteni Zotit për këtë, t'ja kërkoni Zotit. Och till och med så uppmanar Paulus Dhe Pali na inkurajon gjithashtu att vi ska söka. Han säger sök alla nådegåvor. Vi kan läsa det också, men På. sök främst profetians gåva. tror jag. Pra dhe Pali thot, kërkoni të gjitha dhuntit, por për më tepër të profetizoni, thot Pali. Kërkoni që të profetizoni. Och sen vill jag ta upp lite att när man profeterar, jag vill berätta lite om mig själv. Dua të ndaj edhe një gjë tjetër për veten. Som ett exempel. Jag är helt vanlig. Unë jam njeri shumë i thjesht. Helt vanlig syndare som är tacksam för Guds Jam nåd. shumë i falenderues që Perëndia më ka shpëtuar. Och jag har själv längtat efter att få vara med och få, om jag kan få något tilltal från Gud och få förmedla till människor. Jag tycker det är jättespännande, det är jätteroligt. Unë gjithmonë kam kërkuar nga Zoti që Zoti më përdor që të flas të tjerëve fjalë profetike, se mendoj që është vërtet jashtëzakonisht ngazëlyese për të bërë një gjë të tillë. Ti flasësh njerëz në emër të Zotit. Och för min egen, Gud är ju personlig. Perëndia është shumë personal, Och Gud talar till oss på Nej, nej. olika sätt. na flet në mënyra të ndryshme. Troligen talar han inte likadant till mig som till Tomor Jam i eller sigurt që Perëndia vem som helst av er här. nuk flet një lloj, siç më flet mua, nuk i flet Tomorit dhe asnjërit prej jush. Perëndia na flet në mënyrë personale. Så vi, var och en av oss får lära oss. Vi lär oss efterhand att det här var, jag tror att Gud säger det här. Pra, me kalimin e kohës ne fillojmë mësojmë, pastaj themi, besoj që Zoti po më flet këtë. Och så får vi prova Dhe pastaj e provojmë, e testojmë, och så ser vi om det var från Gud eller e inte. pastaj e shohim nëse ka qenë nga Zoti ose jo. Och så lär vi oss. Dhe kështu e mësojmë veten, e praktikojmë këtë gjë. Och för min egen del så är det ofta bara en mycket stilla enkel tanke. Jag har aldrig hört Gud ropa fysiskt i mitt öra eller Unë hört. asnjëherë se kam dëgjuar zërin e Zotit të zëshëm, domethënë në vesh, thjesht më kanë ardhur fjalët e Zotit më kanë ardhur në formën e mendimeve. Kështu më vjen fjala profetike në formën e mendimeve. Det är så vanlig tanke så att det första jag brukar göra, eller gjorde, Dhe gjë e parë që bëj ose kam bërë, brukar vara, Magnus, det här är dina egna tankar. dhe Sluta. sa herë që më vijnë fjalë profetike përmes mendimeve, gjë e parë që them, jo Magnus, këto janë mendimet e tua, s'mund të jetë Zoti ky. Så. Och så brukar det sluta med att jag håller på och velar. What you say? You're not... you're not vela in Swedish? It's like If you're like... one way, no, yes. that one leg, Dyshan, yes. You know? Tvivlar, kan jag tvivla? Yeah, you can say tvivla. Back and forth. Should I say it? Should I not? Oh, it's God. Po, dhe masi e marr këtë fjalë, jam në këtë më dyshje, ta them, mos e them, ta them, mos e them. Ky është procesi. And for like 10 years ago, I think, I don't know really, I decided to do this way. If I get the thought and I think it's from God, I will not. I will just try to stop Swinging. swinging. Okay, Yeah, po. like that, you know. Okay. Edhe 10 vjet më parë kam marrë vendim që nuk do të bëj këtë lojën e më dyshjes më, e kam ndaluar, sa të më vjen mendimi nuk e bëj më këtë. And instead, just say share the thing I Feel. yeah, the Think. thought I have or the thing
Po, dhe çfarë bëj? E ndaj atë çfarë mendoj, çfarë mendim më vjen, e ndaj. And instead also because to myself I have decided that if I'm going to say to somebody, the Lord says this to you, then I really want to know it's the Lord that says it. Po, nëse them Zoti po thot këtë, atëherë vërtet duhet ta di që Zoti është duke fol përmes meje. So that's my part. Kjo është pjesa ime My pastaj. attitude to Dhe it. qëndrimi im ndaj kësaj. So instead, if I haven't heard that, if I don't know that really 100%, Por nëse nuk jam 100% i sigurt për këtë që do them, and I think I will tell you it's different levels in the prophetic. po ka lloje të ndryshme, nivele të ndryshme në profeci. So there are people who have a prophetic tjänst. Yes, ministry. Ministry, they really can hear from God. They hear from God 100%. Po, ka dhe njerëz që kam dhuntinë e profecisë, domethënë 100% e dëgjojnë gjithmonë Zotin, kjo është dhuntia e tyre ose shërbesa profetike. But for most of us, Por për neve njerëz të thjesht, shumicën prej nesh, it's like hur säger man? Förutsättningen, det är ju att vi tror ju att Gud finns. finns. Ja, vi tror att Gud finns. Ja. Pra, besimi bazë është që ne besojmë që Perëndia ekziston. Så det finns ju ett moment av tro. Pra kemi një çast të besimit kur flasim fjalën profetike. Så det gäller ju allting att om jag upplever och om Jesus skulle om jag är själv och Jesus kommer in till mig så jag får se Jesus. Nëse unë do isha vetë dhe Jezusi më afrohet, unë e shikoj Jezusin. Så kommer jag bli jättepåverkad. Do ndikohesha shumë nga ky vizion. Om jag berättar det för lite folk så kommer det ju vara folk som tycker ja men gick du på droger eller var Po, nëse unë do i har thoj du njerëzve psykos që eller vad Po, händer? nëse unë do i thoj njerëz që kanë pa Jezusin, disa njerëz do mendojnë që ky po merr ndaj lloj ilaçi ose ndaj drog, domethënë nuk do të besoni. För det finns ju ett moment av tro. Sepse Alltså duhet ketë një çast Bibeln bestämt, det har besimi. Gud bestämt. Vi nalkas honom genom att tro. Ne ja afrohemi måste Zotit bestämma me anë të besimit. Men om Jesus skulle komma in till exempel och ställa sig här nu så vi fick se honom allihop vi här. Por nëse Jesu do vinte këtu dhe ne gjithë do ta shikonim atë, Då är det lite svårare att bortförklara det för då är vi ju 40 personer som har fått en masspsykos samtidigt. Pastaj do ishte shumë e vështirë me njanu ose me mohu këto, sepse i bie që ti akuzosh 40 persona që kanë marrë drogë, jo vetëm një, nëse gjithë e shohim. Så att jag bara tänkte så här, jag tappade tråden här. You were saying that not for people who have the full ministry, but Yeah. for ordinary Yeah, people, it's an element of faith. Every Yeah. time you are going Okay, to... I know. Yeah. Så det jag skulle säga är så här att ofta så vet vi inte eller vi kan säga så vi vanliga, vi som inte är profeter. Pra ne stora. të thjeshtë po thot, ne që nuk jemi profet me thojza, Men vi fungerar i det profetiska por på duam olika të nivåer lëvizim som në Bibeln anën talar om. profetike, në nivele që Biblia flet, që mund të lëvizim nga ana profetike. Så vad heter det, så har jag bestämt mig alltså för en attityd. Unë kam vendosur për veten time qëndrimin që mbaj. Jag ska inte hålla på och vela fram och tillbaka Unë nuk do shkoj majtas djathtas kur kam një përshtypje profecie, när jag tycker att jag kanske får en tanke som jag tror är från Gud till någon. sa herë që marr një mendim që besoj është nga Zoti për një person tjetër. Och jag ska vara noga med att bara säga den tanken jag har fått eller det jag har hört eller den bilden jag har Po, sett. atë çfarë unë duhet të jemi kujdesshëm është që të them vetëm atë mendim që kam marr, vetëm atë pamje që kam parë
Dhe vetëm atë përshtypje që kam djerë, të mos I shtoj gjëra asaj, kjo është përgjithësia ime. Ato çfarë marr ashtu t'ja jap, mos se zbukuroj se t'i shtoj një gjë. Jag behöver inte förstärka. Unë nuk duhet ta Dhe Gud përforcoj atë gjë që Zoti e flet, nuk duhet t'jap fjalë përforcuese. Och sen så vill jag säga det på ett sätt så att jag inte lägger ett ok på någon människa. Dhe duhet ta them në atë mënyrë që të mos I vendos një bar personi që po ja them fjalën profetike. Och Si një zgjedh t'ja vendos. då kan det vara ett bra sätt att säga till exempel att jag upplever eller jag tror att Gud säger det här till dig. Dhe gjithmonë e udhës të themi që unë besoj që Zoti po thot këtë, ose kam një përshtypje që Zoti po thot këtë. Jo të themi Zoti po thot këtë. Och sen påminna den man pratar med. Pröva det. Dhe pasi e ke thënë përshtypjen ose fjalën ose mendimin, duhet menjëherë të themi personit të lutem, provoje këtë fjalë nëse është vërtet nga Zoti apo jo. Känns det inte bra eller du tycker inte att det stämmer, så bara låt det vara. Dhe nëse ti ndjen që kjo nuk mund të jetë nga Zoti ose nuk ndihesh domethënë mirë për këtë çka dëgjove, thjesht largoje tutje, si diçka haroje në një farë mënyre. För även om en person, jag har varit med själv i mitt liv, vi hade en ungdomshelg, jag var 20-årsåldern. Kemi pas një takim me të rinjt në moshën 20 vjeçë ca. Bjudit in en känd svensk talare, han är i himlen nu. E kemi ftuar një folës që ishte predikues suedes, som ai tani është me Zotin. Som verkade, han verkade väldigt profetiskt. Edhe ai kishte shërbes profetike. Vid det tillfället så kände jag kände mycket nöd för samhället jag bodde i, Tyringe. Po, dhe në atë kohë kisha vërtet një mëshirë të madhe për komunitetin ku jetoja në Tyringe, fshati ku jeton. Så bad han för mig, Dhe ai lut për mua dhe tha. så sa han att du kommer flytta från Tyringe 4-5 månader. Dhe ai më thot mua, ti do shpërngulesh nga ky fshat ku jeton, brenda 4-5 muajsh ti do dalësh prej këtujt. Och jag var ung så jag tänkte, nej, han är en falsk profet. Edhe unë isha I ri, jo më ky koka profet I rem. Men så sa han också ett par saker som handlar om mitt liv i framtiden om jag följer Gud. Dhe pastaj ai më tha disa gjëra që do të ndodhin në të ardhmen time nëse unë do ta ndiqja Zotin, këto gjëra do të ndodhin në të ardhmen time. Så som två andra personer på helt olika platser som de vet inte vem jag är överhuvudtaget har sagt samma sak. Po dhe dy persona të tjerë kishin profetizuar për mua në dy vende të ndryshme që s'më njihnin mua fare, të njëjtën gjë që e tha dhe ky. Så då fick jag ju backa lite, va? Dhe Han är nog en sann profet. Pastaj u tërhoqa pak, thash jo, s'është profeti I rem, ky qen ka I sakt. Eftersom han var tredje personen som sa samma Sepse ai ishte I treti person që po thoshte të njëjtën gjë që unë kisha dëgjuar në dy vende tjera. Ja. Så ibland så kan vi få dela någonting, så kan Gud visa någonting till någon som den personen kanske inte känner just nu. Alltså, förstår du? Som jag berättade precis. Jag kände inte för det. Perëndia mund të jap fjalë profetike për gjëra që ne akoma s'kemi asnjë lloj ndjesie për të ardhmen tonë, që do ndodhi, po ne s'kemi lidhje për momentin me atë gjë. Han sa ju att jag skulle flytta om 4-5 månader. Jag kände inte alls för det, men tiden visade att det blev så, att det var rätt. Dhe ai më tha që ti do lëvizësh brenda 4-5 muajsh, unë s'kisha fare ndjesi për të lëvizur, por në fakt ndodhi, unë lëviza. Kështu që nga njëherë ne mund mos kemi ndjesinë konfirmuese kur marrim një profeci. Och ibland så kan det få vara så att vi får dela någonting som redan personen vet, men som blir en bekräftelse och en uppmuntran. Dhe nga njëherë ne mund përmes fjalës profetike, ne mund të marrim një fjalë që personi e di, dhe kjo fjala jon është thjesht një përforcim I asaj gjë që personi e di.
Så Bibeln säger så här också att vi ska inte förakta någon profetia. Biblia thotë që ne nuk duhet t'i përbuzim profetësit. Jag tror att det har att göra med att, och så står det så här, att du ska pröva allting som vi pratade om innan Pra e thamë edhe më parë që çdo gjë duhet provohet och behåll det som är gott. dhe të mbajmë atë që është e mirë. Så jag tror det har att göra med att det ligger på mig som mottagare, mig som som mottagare att pröva det. Pra, po e rikujtoj edhe një herë, gjithë ne që marrim profeci, është detyra jon ta provojmë profecinë. Och jag tror att det har att göra med, jag har inte tänkt på det innan, men när vi pratar nu så tänker jag ju på det, så vi pratade om innan, att det har ju att göra med att det gör ju att vi kan känna oss frimodiga. Vi allihop kan känna oss frimodiga att om vi tror att Gud talar så ser vi till att vi säger det på ett bra sätt. Pra, pse ndodh kjo është sepse ne nga njëherë jemi shumë të guximshëm për të thënë fjalën e Zotit, por nuk jemi as të guximshëm pastaj kur e marrim që ta gjykojmë atë. Kështu që ka të bëjë edhe me këtë. Och då kan det ju bli ett flöde. Det är värre om det var som på Gamla testamentets tid. Då blir profeten straffades med döden om han profeterade fel. Në teatrin e vjetër ka qenë më keq situata me profetët, sepse nëse ata profetizojnë diçka që ishte e dura, i gurzonin pastaj edhe vdisnin. Nuk është e njëjta gjë sot. Så att ja. Och sen så tror jag så här också att eller det står väl i Bibeln någonstans att är profetian från Gud, så står det ju någonstans att den helige ande bekräftar i våra hjärtan. Dhe nëse një profeci është nga Perëndia, atëherë vetë fryma e shenjtë do ta konfirmojë atë gjithashtu. Kjo është diçka biblike. Nëse është nga Perëndia profecia, do të konfirmohet. Jag vill berätta en liten grej om en händelse där Gud har lärt mig att inte förstärka hans ord. Jag behöver inte lägga till någonting. Në një rast Perëndia vërtet më ka folur që nuk duhet ta përforcosh një fjalë që unë ja them dikujt, mos e përforco ti. En kompis bjöd med mig på en konsert, en känd artist. Om ni gillar lite alternativ country. Një person miku im më ftoi në një koncert muzikës country alternativ, është një lloj muzike. Buddy Miller heter han. Ai quhet Buddy Miller. Han är en världsartist. Është një artist mbar botror në country. Kolla, det här är tips utanför predikan. Kolla Prayer House, en skiva han har gjort, Prayer House. Ai ka bërë një CD që quhet Prayer House. Prayer House, mund ta shikoni, mund ta gjeni ndonjëherë. Så vi stod där på konserten. Edhe ishim koncert. Han sjunger jättebra. Jag spelar gitarr själv så jag tyckte det var roligt. I binte shumë mirë kitarës, edhe unë vetë i bi kitarës, kështu që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. 2 timmar, jättebra konsert. 2 orë koncerti. Bara 4 låtar som var lite för mycket country för mitt tycke. Ishim vetëm 4 këngë që ishin sipas stilit country. Och när vi står där så får jag en tanke. Kur qëndruam aty, mora një mendim. Och att Gud säger att han förstår inte hur mycket jag använder honom. Han är som en pil i mitt koger. Do të thënë ai nuk e kupton shumë mirë se sa shumë unë mund ta përdori. Kjo është fjala. Nuk e kupton se sa shumë mund ta përdori. Ai është si një shigjet në harkun tim. Alltså som en uppmuntran. Inte att han var knäpp och inte förstod, utan Po, kjo ishte fjalë profetike për ta inkurajuar këtë personin. Jo që ai s'kupton fare, por që se kupton sa shumë Perëndia do të ta përdorte. Okej. Så då började jag i vanlig ordning. Edhe fillova unë atë timen. E keni parasysh që me dyshim, me dyshje. Ja. Sen bestämde jag mig, jag ska gå och prata med honom. Do shkoj te ky Jag ska lyda Gud. Do t'i bindem Zotit.
Sen var det ju 100 personer som ville köpa skiva efter konserten Por och ishin signera. qindra person që donin Så jag fick ju stå där. të blenin CD-n e tij, kështu që duhet të rria në radhë për ta pritur. Så kom jag fram till honom. Edha tek ai, më në fund, mas radhës, Så sa jag är kristen. thash unë jam i krishter. Ja, sa jag. Kul, jag också. Shumë mirë, tha, unë jam i krishter, tha ai. Och så, hur ska man säga, han ser ganska, han ser ut som att han har haft ett tufft liv. Edhe nga jashtë dukej që ka pas një jetë vështirë, kështu paraqitja jashtë më duket se ka qenë një jetë e vështirë për të. Så jag tänkte att jag skulle bättra på budskapet lite. Edhe mendova du ta zbukuroj pak fjalën profetike tani se pas ka pas jetë vështirë këtë, ja zbukuroj pak të fjalën. Så jag sa till honom då att jag upplevde att Gud sa att du förstår inte hur mycket han använder dig och du är som en pil i hans koger. Po, dhe ja thash këtë fjalë, nuk e kupton sa shumë Zoti po të përdor, je tamam se është i gjeta në harkun e tij, Som en uppmuntran. për ta Som inkurajuar en atë. uppmuntran Kjo från ishte Gud till nga honom. Zoti për të. Och den delen var ju bra. Kjo pjesa ishte e mirë. Sen så la jag till Pastaj shtova unë ca gjëra tjera. och jag kan tänka mig att kyrkan inte förstår vilken kallelse du har. Edhe unë i shtova, thash, edhe kisha se kupton se çfarë thirrje Att ti du blir ke. missuppfattad. Që ti keq kuptosh edhe nga kisha, i shtova unë këto fjalë. Och Buddy Miller verkar vara en mogen kristen Por människa. Buddy Miller ishte një i krishter i pjekur, nuk ishte një fëmijë. Så han svarade, Edhe ajo u kthym tha. tack så mycket Magnus. Tha faleminderit shumë Magnus. Den första delen blir jag jätteuppmuntrad av. Pjesa e parë vërtet më inkurajoi. Så, men det andra stämmer inte. Kjo pjesa e dytë nuk ka fare baza. Jag har förmånen att vara med i... Jag vet att jag har en speciell kallelse. Och Unë det e är di inte ta många që kam som një gör det jag gör. thirrje të veçantë, Men jag har också förmånen att vara med i en församling por tha unë kam privilegjin që jam pjesë e një kishe vet, som stöder mig 100%. që më mbështet 100% në këtë që bëj. Praise God. Lavdi Zotit. I think we need to Run. yeah, no, it's Eh, wrap up. Okej. Så vi ska bara gå... jag vill bara säga det. Det finns olika nivåer. E përmenda që kemi nivele të ndryshme të profecisë. Och den första... 4 olika nivåer. Janë katër që janë zbuluara. Och jag ska bara läsa lite vad det handlar om. Det är alltså utmärkande drag. Alltså vad gör man på den här nivån? Nivå 1. Çfarë ndodh në nivelin e parë? Och det är att alla kristna kan profetera, står det i Bibeln. Pra në nivelin e parë, Bibla thotë që gjithë të krishterët mund të profetizojnë. Profetera betyder att tala något som Gud inger. Dhe të profetizosh është të thuash diçka që ndjenësh nga Zoti. Och det står i Apostlagärningarna 2, 17 och 19. Veprat e apostëve Vi 2. kan läsa det, för det här är egentligen det viktigaste. Det var det här vi skulle Ka komma mundsi fram veprat till. e apostëve 2, vargu 17 dhe 19. Kjo është domethënë ditë e fundit ndodh e tham që bi dhe bia tuaj do profetizojnë, të rinj Tack för att ni orkar lyssna. Vi är snart färdiga här. Po, së shpejt do e mbyllim. Po dhe atë ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Domethënë kjo është vargu bazë kyç për gjithë mesazhin që dëgjuat sot. Yes. Och så står det ju att alla bör söka denna gåvan. Alltså vi har ett val. Om vi vill så uppmanar Bibeln oss att söka den här gåvan. Po, Biblia thotë do ta kërkojmë dhuntinë e profecisë, kushdo që e kërkon, do ta marrë nga Perëndia, do të bekohet në këtë dhunti. Första Korinthierbrevet 14:1. Kjo është 1 Korintasit 14:1. Och idén med det här, funktionen, Dhe me këtë funksion, det står i Korinthierbrevet 14:3. të 1 Korintit 14 vargu 3, Och det är att tala till människor është të flasi me njerëzit det som Gud inger
atë çfarë Zoti ju jep atyne, alltså inspirerande tankar. mendime frymëzuese, Och syftet är att styrka det dhe man pratar qëllimi med është për të inkurajuar, forcuar, eller uppmuntra och po, trösta. nxitur dhe Precis. ngushëlluar me fjalë profetike. Och sen så kan det här ges i speciella situationer och omständigheter. Dhe ka dhe situata të veçanta ku kjo fjalë profetike vjen. Och ofta är det ju att man får som någon enkel tanke eller Dhe shpeshherë vjen me si një mendim i thjeshtë idé som Gud Idé. ger en. që mendon që vjen nga Zoti, Kunskapens ord fjalë njohurie mund të när man jetë. ber för någon. Kur lutemi për dikë mund të jetë fjalë njohurie. Och kunskapens ord är att man kan få lite specifik information. Dhe fjala njohurisë është një informacion specifik për personin për cilin ju po luteni. Som handlar om fysiskt, andligt, känslomässigt tillstånd. Dhe mund të të ketë bëjë me gjën fizike të tyre, frymërore ose shpirtërore, gjendjet e tyre që kanë. Och när vi har den här, på den här första nivån, om vi har en profetisk gåva, så kan man ibland få syner och bilder och profetiska drömmar. Dhe nga një herë mund kemi edhe pamje ose vegime ose edhe ëndra profetike kur jemi në nivelin e parë. Och jag har ju inte nämnt det här, men jag vill bara säga det väldigt kort att på den här nivån så är det ju så här att alltså, precis som den saken jag berättade för er med Buddy Miller. Po? Nga njerë mund ndodhë siç e përmenda me këtë këngëtarin, Så förstod vi allihop att jag talade ju inte det Gud sa hela tiden. pra e kuptua që nuk thash gjithçka që Zoti më tha, i shtova gjëra. Så, den gången var det ju att jag valde att jag skulle förbättra lite. Men det kan ju vara också att jag kanske inte har hört helt korrekt. Po, nga një rasti im ishte që unë i shtova fjalë profecisë, po ka raste që nuk e dëgjojmë plotësisht profecinë, edhe japim vetëm gjysmën. Edhe kjo mund të ndodhë. Och då är det ju olika nivåer. Så när man är på den här nivån så kanske det... Kan man säga att det är lite mer uppblandat. Alltså det är tilltal från Gud. Det kan vara väldigt specifikt och så. Men det kan också vara lite mänskliga ord och sånt i det, va? Förstår du? Nga një herë mund të ketë fjalë nga Perëndia, por mund të ketë edhe fjalë nga ana jon që i përzim, edhe duhet kemi kujdes edhe me këtë. Och nästa nivå när man har liksom, det här är för alla oss kristna om vi vill det. Sen när man har gåvan att profetera, då blir det kanske lite mindre, då blir det lite mer direkta tilltal, alltså lite mer precis från Gud och lite mindre av människan i det hela. Pra, niveli i parë që diskutuam është që mund kemi fjalë nga Zoti, po mund kemi edhe fjalë njerëzore. Nëse personi e ka dhuntinë e profecisë, jo ky niveli i parë, po niveli i dytë, atëherë ka më shumë fjalë nga Zoti dhe më pak fjalë nga njeriu. Och har du en profetisk tjänst, då är det ytterligare ännu mer. Alltså, Por då är nëse det, keni shërbesë profetike, atëherë profecia është edhe më shumë nga Zoti dhe edhe më pak nga njeriu fjalë. då är det kanske inte bara att man får lite tilltal ibland, utan då kanske man erkänd att den här personen, han är profetisk eller hon är profetisk och hon kommer med tilltal till församlingen. Vi frågar honom, för han har en profetisk tjänst. Vad vill Gud att vi ska göra nu liksom, och så vidare, va? Po, kur është dikush që ka shërbesë profetike, vjen në një kishë dhe ka fjalë më të drejtë për drejta për njerëzit, mund të konfirmojë nëse dikush tjetër e ka fjalën e profecisë, mund thotë filani ti e ke dhuntinë e profecisë, duhet i përkushtohesh më shumë etj. Pra është një nivel edhe më i lartë. Så det är mer rena tilltal från Gud. Pra i bie që e folura është më shumë e pastër nga Zoti dhe më pak nga njeriu. Nëse ka shërbesë. Sen finns det en nivå som är ett profetiskt ämbete. Och de personerna som har den tjänsten, de är ju nästan som de profeterna i Gamla testamentet. Dhe pastaj ka edhe thirrja e një profeti. Dhe kjo është pastaj më e larta se këto lloj njerëzish që janë pothuajse i ngjasojnë profetëve të Djatës vjetër, që ecin absolutisht në dhuntinë e profecisë dhe dëgjojnë shumë mirë Zotin.
Det står ju någonstans i Bibeln, tror jag, att Gud gör ingenting utan att tala till sina profeter. Po është një varg në Bibël ku thot Perëndia nuk bën asnjë gjë pa ja zbuluar shërbëtorët e tij profetëve. Så det finns sådana människor i världen. Dhe ka edhe njerëz të tillë sot në botë që janë profet. Och då, det är ju väldigt, ja, det är en helt annan nivå. Po, dhe kjo është një nivel plotësisht ndryshe. Men det jag upplevde när vi kom hit, det är att vi ska prata om första nivån. Dhe ajo çfarë unë thjesht e ndjeva që sot flisja me ju kishte të bënte me nivelin e parë, që gjithë ne mund profetizojmë. Att om det är någon av er som längtar efter att få tala något som Gud inger, Nëse dikush prej jush sot këtu keni këtë dëshirë që Zoti t'ju përdor në fjalë profetike, e dëshironi këtë që të profetizoni till uppmuntran till për inkurajim, andra kristna kanske, për të inkurajuar ndoshta edhe krishterët e tjerë, eller personer som inte tror. ose të inkurajon edhe persona që s'besojnë fare në Zot. Att Gud kan uppmuntra, styrka, Zoti mund t'ju trösta, përdor juve që t'i inkurajoj, t'i forcoj dhe ngushëlloj, tala specifikt in i situationer. t'i flas situata në mënyrë specifike. Så skulle jag bara vilja att om ni vill det, och det här är helt frivilligt, ingen ska känna sig tvingad, men längtar du, har du en sån längtan, så kan vi ställa oss upp, så ska jag bara be en bön. Po, dhe nëse keni këtë dëshirë që të profetizoni, keni këtë dëshirë që Perëndia t'ju përdor në dhuntinë e profecisë, atëherë unë thjesht dua t'ju inkurajoj, le të ngrihemi në këmbë, kush e ka këtë dhunti, mund të lutemi për këtë person, këto persona, edhe unë thjesht do lutem për ju për këtë gjë. Och det finns ju folk här som redan fungerar i det profetiska. Ka njerëz normalisht këtu në kishën tuaj që tashmë veprojnë në dhuntinë e profecisë, nuk është diçka e panjohur. Och då ska vi ta och be att Gud får levla upp det Edhe profetiska. do lutemi që Mer smörjelse. ajo dhuntia e profecisë të ngrihet në nivele edhe më të lartë, domethënë të shkojë edhe më lart, dhuntia e profecisë të ata persona që e kanë brenda kishës. Så jag sa, vi lyfter våra händer så. Po, le ti ngrejmë duart tek Perëndia, edhe le të presim nga Perëndia. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig nu. Zot, falenderojmë që mund të vim para teje tani. Vi tackar dig för att du har uppmanat oss att söka profetians gåva. Të falenderoj Zot që ti na ke inkurajuar që të kërkojmë dhuntinë e profecisë. Och vi vet att eftersom det är en gåva så kan inte vi förtjäna den eller göra något för att få den eller så vidare, utan det är en gåva från dig, Herre. Dhe pasi ti thua që është dhurat, atë ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë për ta merituar atë dhe nuk mund të punojmë për atë, Zot, sepse ti thua që është një dhurat. Och du har sagt, Herre, att det vi har fått av intet får vi ge vidare. Dhe ti ke thënë ato që kemi marr falas, ta japim falas. Så jag ber nu, Herre, i Jesu Kristi namn, Dhe unë lutem tani, Zot, në emrin e Jezu Krishtit, över varje person som längtar efter att få höra ifrån dig och förmedla det. për çdo person këtu në kishë që dëshiron të dëgjojë dhe t'ja u shpërndaj të tjerëve, t'ja u jap këtë fjalë profetike të tjerëve. Så ber jag bara, heligande, att du ja, Herre, att du ger den gåvan till varje person som står här och sträcker sig mot dig, Herre. Po, Zot, unë lutem atëherë që t'ja japësh atyre persona që dëshirojnë këtë dhuratë, t'ja u japësh tani, o Zot, këtë dhuratë. Jag tackar dig för det, Herre. Och jag ber att vi var och en, Herre, ska få liksom upptäcka och se och handla på de här sätten som du pratar till oss. Dhe lutem vërtet për çdo person që dëshiron profecinë, që ata të ndjekin udhëzimet që dëgjuan sot në këtë predikim, që të sillen në mënyrën e dur, që ta çlirojnë fjalën në mënyrën e dur dhe të kenë kujdes për persona ndërsa e flasin fjalën. Och jag vill också be, Herre, att
så som du har använt mig, Herre, så ber jag att den smörjelsen ska få öka på alla som sitter här inne just nu. Att det ska vara dubbelt upp. Dhe po Zot, lutem edhe për ata që ashtu si mua ti ke përdorur në profeci, lutem që ti të rrisësh nivelin e kësaj dhuntie tek ata, o Zot. Ti ngresh edhe më lart në këtë dhunti në emrin e Jezus. Och så tackar jag dig, Herre, för de människorna som redan fungerar i det profetiska, Herre. Po lutem edhe për ata që tashmë funksionojnë në dhuntinë e profecisë. Och det ber vi, Herre, att du ska öka öka din smörjelse i våra liv, Herre. Rrite o Zot vajosje në jetët tona, Zot. Tala tydligare. Folje edhe më qartë. Låt oss se klarare. Na ndihmo të shohim më qartë. Fyll oss med mer kärlek till våra medmänniskor. Na mbush edhe me më shumë dashuri për njerëzit e tjerë. Låt oss se på andra så som du ser på andra människor. Na ndihmo të shikojmë të tjerët ashtu siç ti shikon ata. Och ge oss drömmar, Herre, tankar, visioner. Përdor o Zot fjalë, mendime, ëndra, vizione. Låt oss helt enkelt få höra ännu tydligare från dig, Herre. Pra Zot, lutem që të dëgjojmë edhe më qartë. Så tackar jag dig för det här, och så vill jag be om din välsignelse över var och en i det här rummet, Herre. Och de som är på bekimin tënd, Zot, lutem për bekimin tënd mbi çdo person që është sot këtu. och likadant alla som har suttit och lyssnat via nätet, Herre. Dhe gjithë ata që na kanë dëgjuar përmes internetit. Vi välsignar var och en som inte är här, Herre, men som har den här längtan i sitt hjärta att Vi följa dig, bekojmë edhe Herre. ata që nuk janë sot me ne, po kanë dëshirë që të përdoren në dhuntinë e profecisë. Tack för att du rör vid varje person på nätet Faleminderit just që nu, Herre. prek edhe ata njerëz që po na ndjekin, Zot, I prek ata në emrin e Jezusit. I Jesu namn, Në amen. emrin e Jezusit. Amen. 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 Thank you. Thank you, Magnus. Thank you so much. Hallelujah.